Unë do bëj sot në Devol prezantimin e parë të dy prej kandidatëve për deputet të listës sonë. Lista jonë ka 13 kandidat, 3 në pjesën e mbyllur edhe 10 në pjesën e hapur. 2 djemë të jashtëzakonshëm të shkëlqyer të Devolit janë një në listën e mbyllur dhe një në listën e hapur. Mund më pyesni se pse kemi zgjedhur që Devolit të japim pikërisht 2 kandidat, sepse padyshim ka shumë simbolika brenda. Devoli është një zonë, një krajinë me shumë vlera për qarkun tonë. Mbase është krajina më punëtore në Shqipëri, ka njerëz të shkëlqyer, ka histori, ka traditë. Ne sot jemi 6 deputet dhe në garë të paktën unë, po dhe Partia Socialiste dhe kolegët e mi nuk kemi hyrë ndonjëherë për barazim. 6 është barazim, 7 është fitore. Padyshim fitore jo e lehtë, është një diferencë prej 4 mandatesh me opozitën, por ne do ta synojmë dhe do punojmë me këtë objektiv. Dhe nuk jemi shumë larg për së vërtetës, marr parasysh edhe faktin që këtë herë për herë të parë kemi dhe votën e diasporës, ku jam i bindur që kur të hapen kutit, ne do të kemi një avantazh të konsiderueshëm. Boll na ka ndarë historia në vite, tani janë vitet e bashkimit, madje jo vetëm mes nesh, mes Vedit, do thoshte Tonini, por edhe me popujt e tjerë të Bashkimit Evropian. Ne sot po flasim për një Shqipëri në Bashkimin Evropian.